Prodhimi i frutave mbetet një nga sektorët më të rëndësishëm të bujqësisë shqiptare. Të dhënat e Instat për vitin 2025 tregojnë se bashkitë e vendit kanë diferenca të dukshme në prodhimin e llojeve të ndryshme të frutave. Korça vjen të mbaj rekordin për prodhimin e mollëve me rreth 17.700 ton, pastaj renditet Maliqi me rreth 17.200 ton, ndërsa në vendin e tretë është Devolli me afro 13.000 ton. Në disa bashki të tjera si Libohova, Dropulli dhe Saranda, prodhimi i mollëve është shumë më i ulët. Në prodhimin e kumbullave kryeson Elbasani me 2.513 ton, pasti vijon Pogradeci me 1.546 ton dhe Kruja me 1.512. Prodhimet të konsiderueshme raportohen dhe në Fier, Lushnjë dhe Cerrik. Elbasani kryeson edhe për qershit me 2.868 ton, Pogradeci renditet i dyti me 1.504 ton, ndërsa Berati i treti me 1.101 ton. Sa u përket fiqve, Berati është lideri i padiskutueshëm me 5.438 ton të prodhuara gjatë vitit 2025. Pas tij renditet Shkodra me 1.708 ton, Elbasani me 1.346 ton dhe Fieri me 1.146 ton, ndërsa për nektarinat dhe pjeshkat kryeson Lushnja me 4.725 ton, pastaj Peqini me 2.756, Fieri me 2.717 dhe Elbasani me 2.354 ton. Shifrat tregojnë se Shqipëria ka zona të dalluara për prodhimin e çdo lloji fruti, nga mollët e Korçës, të qershit dhe të kumbullat e Elbasanit, fisht e Beratit dhe pjeshkët e nektarinat e Lushnjës.